Krosim në zonë të reptësisë, rëmuj e krijuar aty Berat Hyseni, u shkëput, por nuk arriti ta dërgon të topin në rjet. Tani një tjetër aksion i Prishtinës, përsëri krosim nga Majta, Fetahu nuk arrit të gjuaj. Mundësi kundër sulmi tani. Nezaj. I gjatë ky top nga Poçi, por jo edhe pasimi sakt. Kozhani. Krasniqi. Hoxha. Një tjetër gjë që mund të kenë të përbashkët këto dy skuadra janë dhe ngjyrat e klubit, edhe klubi Dinamos sikurse ai Prishtinës ngjyrën bazë do Ardian Kozhani, futbollist i cilin jemi mësuar ta shohim me numrin 24 në fanell, por tani bart numrin 8. Maliqi. Shabani. Bukur Ahmeti hap lojën në ekran e majtë Krasniqi. Hyseni. Berat Hyseni kërkon të depërtoj krosimit i sërish kërkot Fetahu, largot topin nga zona. Ahmeti. Tani Kozhani. Gabon Ardian Kozhani. Bodrušić, Bakaj. Nezaj. Hoxha. Depërtim tjetër i Yll Hoxhës. Topi lartë në zonë që përfundon në duart e Kotorit. Pas pak të tymë në 15 minutat e fundet e kohës së rregullt të pjesës së parë, edhe më tej gola nuk ka, vazhdon të jetë 0-0. Maliqi. Bodrušić. Për një qast Poçi dhe tani Bakaj. Ndryn Goran Grancic. Daja. Romero. Mario Romero. Topi humbur nga Daja, megjithatë e rikthen. A ishte ndërhyrje paligjshme kjo, po. Me rekomandimin e asistentes Sanie Krasniqi, gjyqtari kryesor për parim Hasani jep goditje dënimin në dobi të Dinamos pas ndërhyrjes së parregullt të shkaktuar ndaj Asion Dajës. Edhe më herët Dinamo kishte mundësi të rrezikonte nga ndërprerjet, shumë afër golit ishte kapiteni Pisha kur lancoi një goditje direkte këtu. Mbase nuk do të mund të shohim një goditje direkte në drejtim të portës, por gjithsesi një krosim në zonë të reptësisë. Sa do të shfaqen tani të rrezikshëm Dinamovit të shohim. Krosim në shtyllën e parë ndryn aty Mirsad Idrizi.
Bakaj, i zhvendosur krejtësisht në anën tjetër tani. Berat Hyseni në këtë kundërshtim të Prishtinës. Hyseni ndalet nga Daja, goditje dënimi. Ahmeti. Idrizi mjaft mirë i shmangët sulmuesit Romero. Tani Idrizi mjaft mirë e mbyll Çekon. Ruben Çeko. Diçka ishte rregull këtu. Do të rinis loja me portierin Fejm Statovci, nuk pati ndërhyrje të palejueshme. Daja. Ndërhyrje pa rregull nga numri 4 i Prishtinës, Maliqi. Kërkon një top të gjatë drejt zonës trajneri Dinamos Muqa nga kapiteni Pisha. Është pasim i gabuar. Fetahu. Bodrushić. Ka mbetur i lënduar Ardian Kozhani dhe kërkohet ndihma e stafit mjekësor tani për Ardian Kozhani, një futbollist gjithsesi që gjatë edicionit të kaluar, edicion kur Prishtina u shpall kampione, dha një kontribut të çmuar, por edhe në pjesën e parë të këtij edicioni, në pjesën vjeshtore, Ardiani Kozhani, si thua, ishte një futbollist i paprekshëm në formacionin bazë. Vazhdon të jetë kështu dhe po ashtu Ardian Kozhani ishte një nga ata futbollistët që treguan lojra të mira, patën paraqitje të mira edhe në ato ndeshjet ndërkombëtare. Kur jemi të ndeshjet ndërkombëtare, të themi që Prishtina ka luajtur kundër skuadrave të Bundesligës 2 Greuther Fürth, të cilën ndeshje Prishtina humbi 3-0, pastaj edhe me Koblencin 1-0. E më pas ishte edhe ai turneu në futsal, në cilin turnej Prishtina mposhti skuadrat si Thun, pastaj St. Gallen e Arau. Edhe, si s'dihet, Prishtina u shpall kampione në atë turnej në futsal. Bodrushić. Hoxha. Hyseni. Elvis Sina. Azem Ahmeti. Fetahu për mrekulli, hap lojën në krahun e majtë Berat Hyseni, ndërhyrje aty nga Granic, por nuk e cilëson si të pa rregull këtë ndërhyrje gjyqtari përparim Hasani. Saktësisht 10 minuta deri në përfundim të kohës së rregullt të pjesës së parë. Fetahu ndalet nga Pisha.